Shqiptarët sot e kanë një domosdoshmëri historike vendosjen e moralitetit kombëtar në drejtimin e qeverisë së tyre në Tiranë. Askush nuk e di se ku po shkojmë sot ne shqiptarët e Shqipërisë. Por gjithsesi, na duhet të theksojmë se shqiptarët që jetojnë sot në Shqipëri janë të siguruar nga të afërmit e tyre që po punojnë si emigrant ekonomik në Itali dhe në vendet e tjera të Bashkimit Evropian, por edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe prandaj duhet thënë se aktualisht jeta në Shqipëri është sot në një nivel mesatar. Por pyetja që duhet të ngrihet në këtë rast është kjo: kur do të fillojnë investimet ekonomike të shqiptarëve që po jetojnë këtu në Shqipëri? Asgjë nuk dihet, kurse kryeministri aktual nuk na thot asgjë. Dhe na duhet ta pranojmë se ne sot po jetojmë me punën e shqiptarëve që punojnë në Evropën e Bashkuar, por edhe në Amerikë. Sigurisht kjo është një gjendje normale sepse Shqipëria sot është një vend i lirë dhe puna është e lirë që të ushtrohet kudo, ku shqiptari e sheh me leverdi. Por pyetjet që duhet të ngrihen janë këto: po këtu në Shqipëri, kur do filloj puna organizuar shkencërisht në prodhimin e mallrave? Kur do të fillojnë investimet? Kur do të nisë në Shqipëri investimi për prodhimin industrial? E përse të zgjatemi më shumë me pyetje të tilla? Pyetja kryesore mbetet jetë kjo: kush i shkatroi dhe i shiti për skrap mbi 500 uzina e fabrika që ishin ndërtuar në Shqipëri me djersën e derdhur nga shqiptarët në mbi 30 vite punë rropatëse? Ku shkuan 500 uzina dhe fabrika që u shkatruan në Shqipëri nga viti 92 deri në vitin 96? Në këto vite dihet se ka drejtuar qeveria Berisha Meksi, por Beogradi politiku mburse ai në 4 vite, 92 deri në 96, me 40 milion dollar të paguar. Serbia ka shkatruar në Shqipëri 500 uzina e fabrika, turp dhe një krim historik ka qenë ky. Po s'pak, çfarë po bën për këtë krim antikombëtar? Nuk do të hetohet kurrë kjo gjë kombëtare? Por të gjithë duhet kujtojmë sot që shqiptarët i kishin ndërtuar ato fabrika e uzina me një punë rropatëse, me cilën banin frymën gjallë, e sot do t'i kishin në dorën e tyre të blera që të gjitha nga kapitali privat shqiptar, që tani dihet se është rritur dhe prandaj do t'i kishte bler, do t'i kishte ristrukturuar me një kapital industrial modern, dhe ato do të kishin sjell sot në Shqipëri industrializimin modern të saj. Një lloj sikurse ndodhi në të gjitha vendet ish-komuniste të Evropës, dhe paga minimale sot në Shqipëri do të ishte jo më pak se 2000 euro në muaj, por komunizmi ra dhe shqiptarët me kapitalin privat nuk i morën dot ato që veti kishin ndërtuar me një punë të vështirë dhe që nuk i gëzuan dot pas përmbysjes së komunizmit në Shqipëri, sepse të gjithë këtë industri e shkatruan armiqt historik të Shqipërisë me veglat e tyre në qeverinë e Tiranës në vitet 92-94. Po s'pak çfarë po bën? Apo heton për këtë krim antikombëtar? Të shohim.